Po më falë, si mund të bëhet një sulm pa shtypur butonin brenda njëri, pa. Si mund të bëhet një sulm i tillë pa folur, pa hapur gojën nga këta 30 veta këtu brenda? Çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo do të thotë që Spaku po bën lojë. Që njerëzit thënë atë të shkretët pësun hallë të madh. E kupton sa qesharak janë? Ky është e vërteta. Çfarë doni ju të tregoj? Spaku e bën këtë që të mbushi portalet, të mbushi lajmet, që të shkretët na u dogjën nga hakerimi. Dhe sikur hakerimi i bëri problem në procedimin penal. Po ti e lexove këtë që të ndodhi në gjykatën kushtetuese? Që ta prokurori, ne i pyesim gazetarët ose ata na pyesin ne, çfarë sekreti të nxjerrim. Tani e ka njeri tru pak dua tu pak, jo shumë, pak tru. Si ka mundësi gazetari të pyesi prokurorin dhe si ka mundësi prokurori publikisht, e kupto ku jemi ma. Ora kur them unë 1976, ju mendoni se nuk e kam të vërtet. Ora aty jemi, që prokurori bë ka çfarë do ka qefi, edhe me gazetarët, sepse shkruajnë disa gazetarë me u bë të bukura apo të bukura, çfarë ku e di unë çfarë. I them prokurori, ata nxjerrim ne këtë? Në të vërtetë se dëgjova me zë dhe figurë dhe ishte tmerrsisht e rënd, madje dhe gjyqtarja e pyeti nëse kur thu këto gjyqtarë. Jo, gjyqtarja e pyeti nëse kjo është praktik midis gazetarit dhe prokurorit apo bazohet në ligj. Ndërkohë ai përgjigj që është praktik. Ndërkohë që e gjitha ajo që dëgjova ishte vërtet skandal. E dëgjove, shqyqyr që dëgjove, po këtu është ta dëgjojnë edhe shok tanë, miqtë tanë që na ndjekin këtu. Kushtetuta e 1976-s ekziston në mentalitetin e prokurorëve. Si mund të thuash ti tek trupi gjykues te gjykata kushtetuese që gazetari na pyet a ta nxjerrim këtë sekret apo jo? Ku ekziston kjo gjë? Ma sillni më në një praktik në Kanada, në Amerikë. A i ndodh kjo gjë në Amerikë? E di kur mund të hapen këto sekretet e timore? Kur i pandeuri don vet. Kur merr një uri të akteve edhe fillon të shpërndajë ku do, po do dali drejtësia ime. Në atë moment ikën sekreti hetimor. Kur i pandeuri dhe personi në hetim merr vesh për materialet që janë bërë ndaj tij. Dhe vetëm i pandeuri ka të drejtë nxjerrë ato gjëra. Asnjë tjetër. Gazetari ka të drejtën e tij, që është e normuar ndërkombëtarisht, gazetari është i lirë dhe gazetari nuk ka atë varësi të pavarësisë që themi. Është i lirë dhe nuk mund të nxjerrë sekretin hetimor. E kuptoni në 2025 dhe ti më thua që ndodhi kjo rast në gjykatën kushtetuese që një prokuror tha këtë gjë që gazetarët na pyesin dhe i themi ne jo këtë nxjerr, këtë mos e nxjerr sepse ky është sekret hetimor. A e kuptoni ku jemi? Pra, jemi në diktaturë juridike dhe qytetarët nuk e kuptojnë. Shkoni përfundojnë nga përdyrët e gjykatave dhe mos na merrni me në telefon avokatët. Avokat po na fusin në burg. Çfarë të bëjmë më? Kur ti heshte nëpërmjet votës tënde që e shite, mos e shit votën, voto kundër, ndryshoj, nuk të pëlqen Edi Rama, ndryshoj, nuk të pëlqen Sali Berisha, ndrysho votën tënde, që të shpëtosh edhe ti. Jo pastaj avokat, humb gjyqin. E po çfarë humb gjyqin kur ti ke votuar 500 herë të njëjtën parti? Se si do ndryshohet praktika? Si do ndryshohet praktika në gjykat? Nëpërmjet votës ndryshohet. Si ndryshohet ky mentalitet i keq që prokurori qeka garipi më i madh dhe gjykatat nënshtrohen gariplikut e një amatori i cili thot publikisht që na pyesin dhe i pyesim edhe dhe japim kështu flet rufe ne edhe shpërndani. Pra, të them edhe diçka tjetër që e falenderoj, se kjo është perlë për mua, edhe nuk mund ta humb këtë rast, të lutem. Kur unë kam bërë intervistë me ty, të kam thënë plepa 2. Kjo nuk është vetëm plepa 2, po kjo te i kalon plepat. Kjo tregon qartësi që reforma në drejtësi ka qenë një reformë thjesht ndryshim tabelash.
e mamen që të kam thënë, nga krimet e rënda u bë SPAK, po mentaliteti i njëjtë. Nga gjykata e krimeve të rënda është gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, po mentaliteti i njëjtë. Nga gjykata e apelit e krimeve të rënda jemi në gjykatën e apelit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, mentaliteti po i njëjtë. Dhe gjykata e lartë, lere edhe kushtetuese aty, plepat vinë e ikin nga mjesit deri në darkë, është histori tjetër aty. Pra, që të themi të qytetarët shqiptar të vërtetën, që kjo gjë që u zhvilluar në gjykatën kushtetuese pasqyron një dhe të vërtetën, atë që kam thënë gjithmonë dhe e them, në mentalitet, në sistemin gjyqësor dhe politik në Shqipëri, por gjyqësor më shumë jemi në kushtetutën e 1976, në kushtetut e Republikës Popullore Socialiste, se pikrisht reforma nuk bëhet me njerëz të vjetër, bëhet me të ri, dhe pikrisht sot në këte reformë shkatruese, degeneruese për të ardhmen e Shqipërisë, janë plepaxhi 1, 2 dhe janë ata të cilët kanë qenë mes korrupsionit dhe jo ata të cilët do vinë të pastrojnë korrupsionin. Se kjo është e paimagjinueshme. Pra, ke njerëz të cilët kanë bashkëpunuar me njerëz që kanë qenë të korrupsionit dhe na pastroheshin me një komision të pavarur të kualifikimit që sot i ketë mandatuar për deputet në radhët e Partisë Socialiste. Kjo është reforma e plepave të mashtrimit të çdo qytetar shqiptar që të besoj që sapuni dhe djathi janë produkt ushqimor, që të kundrazi janë. Nuk janë produkt ushqimor. Dhe këta na detyruan që të besojmë në këtë gjë. Këtë mashtrim poshtërues që qytetarët shqiptar i ftoj që secili ta selektoj dhe ta shikoj me sy të vërteta, sepse këto aprovime ose këto mos reagime janë dëmtim për të ardhmen, për fëmijët tuaj, se si mund të katandisen në përburgje dhe nesër mos të gjejnë drejtësi. Të mbetemi pak te sulmi ndaj SPAK-ut, ku në media është aluduar se pas këtij sulmi qëndron Fatmir Xhafaj dhe se atij është bastisur zyra nga BKH-ja dhe SPAK-u, ndërkohë nga ana tjetër vetë Xhafaj e ka hedhur poshtë një pretendim të tillë. Ju si mendoni, si qëndron e vërteta në këtë rast? Për të bërë sekuestrimin ose kontrollin të një zyre të një deputeti kërkohet mandat nga Kuvendi i Shqipërisë. E hedh këtë unë poshtë sepse nuk e besoj të ketë ndodhur kjo gjë. Ndërsa pjesa tjetër, për sa i përket mënyrës se si është proceduar nga agjentët për të kontrolluar një zyrë që mund mos jetë një deputet, është gjë tjetër. Pa përfshin zoti Xhafa apo jo, kjo mbetet një betejë politike midis Xhafajt me Sali Berishën, i cili Sali Berisha tha që unë mendoj se është Xhafaj. Normalisht kjo mbetet do thoja një problem i brendshëm në kuptimin politik dhe nuk mund të them në këto momente a kemi të bëjmë me përfshirjen e tij. Por për shkak se ai ka një qendrim mbrojtëse ndaj Erion Velis, mendoj që ai është përfshirë në këtë skandal për shkak se ai mbron Erion Velin dhe ajo çfarë duan t'i bëjnë atit është një goditje për Erion Velin, por po godasin ata që ai mos të jetë më deputet dhe me këtë arsye mos të jetë më kryetari i ligjeve në një parlament të ri, i cili mund të ketë mundësi ose të jetë kryetari i ligjeve ose të jetë antar i ligjeve në varës çfarë pozicioni mund të ketë, që dhe ai të dëmtohet në fushat që mos të marrë vota në të ardhmen. Pra do të thotë nuk është shumë herët të mendojmë është Xhafaj, por përsëri çfarë tregon kjo gjë? Kjo tregon që SPAK-u nuk shkon të godasi pushtetin aktual, që do të thotë ministrin në detyrë i cili normalisht në kohën kur kryet vepra penale, ka kryer vepra penale. Jo pasi kanë kaluar disa vite, pastaj themi erdhi momenti të bëjmë veprën penale, pra ta hetojmë, të gjykojmë dhe ta dënojmë personin.